Ne do ndalemi tek një tjetër zhvillim I orëve të mbrëmjes të dielës me policinë e shtetit, me forcat Renea dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat kanë dalë në qytet. Ka patur një aksion të shoqëruar dhe të arrestuar, janë sekuestruar armë dhe para. Gjithsesi Jerola Ziaj na jep këtë mëngjes një panoramë të qartë asaj se çfarë ka ndodhur. Jerola, ku është zhvilluar ky aksion dhe kush është shoqëruar? Tenisat përshëndes, në fakt gjatë orëve të mbrëmjes së ditës së djeshme, rreth orës 20 është rrethuar një pjesë e bulevardit kryesor të qytetit të Vlorës edhe për pasojë edhe një pjesë zonave përreth tij. Kjo për shkak pasi kishte një ndërhyrje të sinkronizuar të forcave të Reneas, atyre të ndërhyrjes së shpejtë dhe sigurisë drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, një aksion I cili zgjati për thuajse 2 orë, duke pasur parasysh që është krehur I gjithë territori përreth, janë sekuestruar kamera të sigurisë, por edhe janë ndaluar 5 persona, ndërsa 2 armë zjarri janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Aktualisht të paktën le të themi arrestet janë prerë për 2 persona, ata cilët kanë qenë poseduesit e armëve, Santiliano Basho dhe Bruno Shehu, kanë qenë 2 prej personave të cilët tani më gjenden pas sekurave pikërisht e posedonin armë dhe gjatë këtij aksioni I cili ka pasur në fokus ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, por edhe shoqërimin dhe arrestimin e personave të cilët posedonin sende të ndaluara. Në këtë rast armë ka çuar në pranga 2 të rinj, ndërkohë që numri I personave të shoqëruar të paktën nga burime mendohet që është 5. Aktualisht Blut e Vlorës nuk kanë konfirmuar zyrtarisht le të themi me komunikim rreth ngjarjes, megjithatë të paktën gjatë këtyre ditëve ka pasur një prezencë të shtuar të forcave të policore në qytet, kryesisht atyre të Reneas dhe ekzekutime të urdhër arresteve të tjera në kuadër të operacionit Stempulli dhe më gjërë se sa kaq. Ka qarkulluar Jerola edhe një video, sikurse e pam edhe nga pamjet të policëve, të cilët edhe numërojnë para. Bëhet fjalë pra për paratë e sekuestruara gjatë këtij operacioni, apo jo? Dyshohet që kanë qenë paratë të cilat janë sekuestruar gjatë këtij operacioni, megjithatë pritet le të themi komunikata zyrtare drejtorisë vendore të policisë së Vlorës për të parë edhe në listën e sendeve të sekuestruara në rast se do të ketë shuma monetare, por të paktën nga ajo çfarë është raportuar paraprakisht, dyshohet se disa prej personave të cilët janë shoqëruar kanë tentuar të largohen nga vendngjarja dhe ata kanë lënë aty edhe sendet e tyre personale. Për pasojë janë edhe le të themi paratë të cilat kanë poseduar ata në çantat e tyre, të cilat numërohen dhe dokumentohen në proces verbalet e vendit të ngjarjes. Dakor, faleminderit Jerola për këtë raportim. Nëse do të ketë të tjera zhvillime në lidhje me këtë aksion të policisë apo komunikat në vijim, do të rilidhemi.